Samiti i NATO-s në 2027, që unë nuk shoh që do të drejtohet nga Edi Rama, do të jetë një samit shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Ballkanin, do të jetë një samit shumë i rëndësishëm ndërkombëtar, do të jetë një landmark ndërkombëtar, ku do të diskutohet më tej ndarja përfundimtare apo shkëputja përfundimtare e Rusisë nga kufit lindor të Europës, një, dhe e dyta, mendoj që atë ditë Kosova do të jetë anëtare e NATO-s. Është një lajm i mrekullueshëm nëse kjo realisht do të në këtë qeveri parashikoni që do të Shqipëria në atë periudhë. Është e vështirë që Zoti Rama ka paralajmëruar dhe dron shqiptar për të survejuar territorin. Po, është ai më shumë i përshtatshëm në këtë lloj batutash, të cilat janë pa krijë dhe pa sheqer faktikisht, por qeverinë nuk mund t'ju them se cila qeveri. Mendoj që Shqipëria do të ketë apo qeveri opozitës. Siqoni, normalisht Shqipëria do të ketë një qeveri teknike. Unë shoh që Shqipëria do të ketë një qeveri teknike shumë shpejt. Kjo do të ndodhi shumë shpejt, është çështje javësh ndoshta. Por kjo qeveri rezultante e gjeopolitikës apo si rezultante e protestave të opozitës dhe mendoj të dyjave bashkë, të ndërthurura bashkë. Por më shumë është situata e kriminalitetit në Shqipëri dhe trafiku ndërkombëtar, trafiku i drogës, dhe narkoqeverisja e cila i ka kaluar për masat e kombëtare, është tash transnacional. Prandaj edhe është kjo situatë kaq e tensionuar dhe kërcënuese nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt qeverisë Rama. Është pikërisht sepse Shqipëria konsiderohet si qendër e trafikut ndërkombëtar të drogës në Europë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të lejnë një aleat të NATO-s në këtë gjendje, sidomos në rajonin e Ballkanit ku kanë interesa të mëdha geopolitik. Dhe mund të jetë një qeveri teknike, që mund të zgjasë një vit ose më tepër. Megjithatë do t'ju them të drejtën, si studiues të marrëdhënieve ndërkombëtare, unë do thoja që një samit i NATO-s do duhet të kishte një qeveri të dalë nga vota e popullit. Dhe mendoj që kjo do të ishte edhe finalja. Duke mbyllur me këtë mesazh optimist, paktën sipas pikpamjes suaj, duke qenë se kemi të kaluar dhe minutazhin e ditës së sotme, ishte kënaqësi të kishe sot studiuesen e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomaten dhe njerëzi drejtuesen dhe themeluesen e Albania Policy Center, një nga think tanket më të rëndësishëm në vend që trajton çështjet e sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, zonjën Edith Haxhi, për të bërë një bisedë shtërruese nga gjeopolitika te rajoni, nga politika e brendshme te diplomacia shqiptare. Faleminderit dhe miru takofshim punëtatën e radhës.